Eva, kjo është kafja e Floririt. Po. Se edhe ngjyrën e pas ka si Flori. Dhe direkt në fabrika, ku është, të thash, është 80% arabike, edhe ka të bëjë shumë me digjerimin e stomakut, që nuk të bën dëm. Që bëhet e amballazhuar në këto kuti. Nga vjen kjo? Bëhet këtu apo? Në Itali. Vjen deri nga Italia. Në Italia. Që ka komplet amballazhim. Është e shtrenjtë si kafe? Po, është shumë e shtrenjtë. Neve na del kosto goxha e lartë. Me fjalë se normalisht që do vinë në Italia janë dogan ato të gjitha. Për çfarë futet Floriri në këtë mes pra? Të thash, ka të bëj shumë me digjerimin e stomakut që nuk të bën dëm. Ku neve kemi përbër kafen, tani kemi nxjerr ujin, që është me Flori, dhe të gazuarit dhe normalin, edhe panetonet, ku është përbërja kafe edhe Flori. Përdoret shpesh, po themi, në Shqipëri, kafeja e Floririt? E keni Këtu në hasur ju? Shqipëri, përveç se nesh, nuk e ka asnjë njeri. Asnjë në Shqipëri? Jo, asnjë. Ne jemi të parë. Edhe ka goxha. Edhe panetonën po, me Flori e keni ju? Vetëm ne. Ka kohë që e keni në treg, Po. nga që kur është hapur? Që kur është hapur, neve kemi bërë paneton. Sukses? Po, ka pasur goxha sukses dhe jemi shumë të kënaqur për këtë.